Edhe unë jam pak ma introvert, kështu që kur ta lejoj, e kam veç për mirësi dhe për shoqëri. Okej, e kuptova. Atëherë, Bia, do me foli qka para se ti jap fjallën dhe Albës, nështë edhe Alba mundet me ndimu në këtë rast me qenë se keni diskutu ju dyja. Po, tani ti nuk ishte shumë introvert, jeshtë pak ekstrovert, pak më shumë. Edhe tani manipulimi pak situata, me më nuk punime manipulimi pak situata, nuk eksiston. Edhe une me ti shumë e mirë, po edhe pak kesh sepse normal, we stay too much shumë time bash. Po, që ndoni bashkë. Eshte normal pak kesh, po nuk jam... Për më situata eshte okej. Për çka është për ty okej, Bia? In general, eshte ma mirë tani. Ma mirë. Po. Bia, ti Po, sepse Toni eshte vërtet, shumë mikset si Naz edhe Toni nuk e di qa do. Jo, Toni të ka thonë. Bia, E ti nuk e di qa do. Bia, a e di ti qka do? Tu sai cosa vuoi? Une. Po. Tu cosa vuoi? Kjo po. Ti e ke pashur? Kjo po. Ti e din që na e din. Na, Bia, preho. Ma e mirë, nuk e di fol shqipe tani. Tani nuk e di fol shqipe, nuk e di fol anglisht, edhe romune dhe italisht edhe spanjol. Hajtë me gjeste, pra. Me gjeste nga të regon që ata. Me gjeste... Lingua dell'amore. No. Okej. Mirë. Alba. Tani kam qënë gjatë gjithë situatave ndërmjetëse për të bërë përkthimin nga Bia për Tonin. Po jo për të në opinionin tim, sigurisht. Jo, vetëm nga shpjego situatën edhe këndvështrimin tënë, po. Tani, këndvështrimin tim... Në ato se qëfar ke kuptuat për bisedave që ke bo, edhe me Bian. Sepse me një moment u folë që në Jorgan, ata pak se kam pas afinitet më shumë se sa që... Këtë nga Bia, mirë po gjatë gjithë bisedave, unë ta them drejtën, edhe pse i shoftë të dy që sikur po gritë njëri me tjetrin, duket atë shumë e bukur, se realisht duket që të dy kam pëlqim dhe njëri tjetrin, e di pse? Sepse Bia e shfaq me ndriqimin në sy që e ka, edhe që vazhdimisht është e vëmendshme çfarë bën Toni, ku shkon Toni, edhe çfarë bëj unë fjala për ta testu pak Toni, ndërsa Toni në rast se thot vazhdimisht jo, vetëm shoqe, dhe kanë atë afrimite edhe plus, ja ka përmend edhe një shenjë xhelozie që ti puthu me këtë, ti përqafohu me këtë. Po, a e ka bu Bia qëllimisht këtë, do me thonë përqafimin me djemë tjerë? Për atu nuk mbaj përgjithsi, jam vetë personazhe që flasin. Bia letë përgjigjet, po. Po, është qka e bukur që pëndosë. A ban din veç shumë shpejt. Vetëm letë përgjigjet Bia në pyetje që e bona edhe vazhdo të. Edhe për atë zotë, normal, po. Sigurisht që qëllimisht e ke po. Edhe kushtrime di, edhe sase di. Mirë, po Toni. Jo, unë për atë pjesë nuk u kom pjesë e gjeluzisë dhe e din fort mirë, që i nga shpjegu veç pak. I nga shpjegu në lavenderi që nuk më ka pegu e a pjesë, unë veç që thash, e poshë që ka dish me bomë. Jasë pengom, se ke nevojën të bësh atë loj bisede? Po jo, unë e kam nevojën, sinqeresht, veç më ju shpjegu që nuk kam afirmitet, dhe më thomë, në atë pjesën si kur qeft, që ka drejt kjo. Kjo e ka drejt në plotësisht me shku të kjo ose të kuptume, normal, Toni, e kuptume, kejnë regull, e kuptume. Nësë është diçka e vërtet, mu më bëhe qefi, së është diçka e Në regull, banor, se po përsëritemi prapë. Dhe ta marri një mendim shkurt nga Olta dhe Leonora. Po. A me ndoni ju se ka të ndonjë pëlqim nga Bia po kuptohet që po edhe nga Toni? Po, kam vënë re që Bia po. Më shumë se pëlqim base Bia si është këtyre në sfidë, që si ka mundësi një çun, aq më tepër në televizion të më refuzoj mua. Base nuk është ndjerë ndonjëherë refuzuar dhe këtë gjë nuk e pranon dot, kjo është një ego femërore. Kjo gjë është nga Bia. Kurse nga Toni nuk më duket se ka një pëlqim emocional, mund të ketë një pëlqim seksual, sepse sigurisht ajo atë qasje ka. E kundërta. A pse emocional ke? A tani e pranove të kundërta, që ka emocional. Po e ta kom që to. E du si njëri. Jo, e kundërta. Po e du si njëri, po... Emocional dhe ta duar si njëri janë dy gjëra komplet ndryshme. Po jo, në ishtime një thash se kur ta du sepse ti si njëri mund duash dhe një mashkull, mund duash dhe një shok, si njëri. Kurse këtu po flasim për dy sekset të kundërt që mundet të bëhen çift ose jo, ose mundet të ketë një pëlqim përtej pëlqimit emocional. O Jolta, Ose mund t'jetë thjesht një lojë tonë. O le mos gjy, mos e balë. Po tani ta flasim realitetin, mund t'jetë një lojë.
Veç pak. Do të esim pak më shpejt, E banor. shumë shpejt. Emocionalisht, për mu, kur ta dush dikan, mund është me dasht seriozisht. Unë e du shpirtnisht këtë person, se kum nejt... Këdo tjetër si bijan aty brënda? Këdo tjetër si bijan aty brënda? Jo, a di pse e pa thënë këtë pjesë? Të lutem u përgjigj, këdo tjetër si bijan aty brënda? Ka dhe tjerë banor që i du. Toni, Me Benito njëna shumë mirë, po... Toni, as shpirtnisht, as emocionalisht, unë po konsideroj që ti e ke shfrytzu prezentën e saj në shpe për vëmendje.